Aktualisht finalja e Big Brother VIP Kosova 4 po zhvillohet sonte dhe votimi i publikut tashmë është në fund të tij, me disa banorë që kanë mbledhur mbështetje të madhe në rrjetet sociale dhe në televotime. Edhe pse rezultati zyrtar ende nuk është publikuar dhe shpallet vetëm në momentin final të spektaklit, ne mund të shohim dhe indikacionet e sondazheve, votimeve online dhe mbështetja e publikut se cili banor ka më shumë shanse që të qëndrojë deri në fund. Sondazhet dhe parashikimet e publikut. Televotimi për fituesin është hapur dhe banorët që kanë mbledhur shumë vota dhe mbështetje nga publiku duket se janë Lëndrimi, Eliona, Klodi, Ludo dhe Hygerta. Secili prej tyre ka një bazë të mirë fansash që kanë ndjekur lojën qysh prej fillimit dhe kanë qenë aktiv me votime deri në ditët e fundit. Mbështetje nga figurë publike. Këngëtari i njohur Blero ka deklaruar publikisht se mbështet fuqishëm Lëndrimin sonte në finale, duke publikuar edhe votat që ka dërguar për të. Kjo tregon se edhe figurat e njohura publike janë duke u angazhuar për ta ndihmuar Lëndrimin në garën për çmimin e madh. Atmosfera e finales eksituese. Artikujt e reja për finalen e madhe përshkruajnë një natë të mbushur me emocione dhe momentet kulminante që presin shpalljen e fituesit, megjithatë tregojnë se televotimi i publikut mbetet çelësi i vendimarrjes së fituesit sonte. Kush ka më shumë mundësi për të fituar sonte? Edhe pse nuk ka një sondazh zyrtar final të publikuar që tregon se kush është lideri i votave përfundimtare, nga treguesit e fundit mund të nxjerrin disa parashikime të arsyeshme. Lëndrimi duket të ketë një bazë shumë aktive votuesish dhe përkrahje publike, si nga fansat, ashtu edhe nga figura publike, çka e bën atë një prej favoritëve më të mëdhenj sonte. Eliona është emri që shumë fansa dhe komentues janë duke e përmendur si një vendimtare në finale, për shkak të rolit të saj në lojë dhe simpatizimit që ka krijuar gjatë sezonit. Klodiani, Ludo dhe Hygerta gjithashtu nuk janë jashtë lojës dhe secili prej tyre ka mundësi reale për të fituar, duke i bërë zgjedhjet e votuesve mjaft të hapura deri në momentin kur televotimi mbyllet. Përfundim. Në finalen e madhe të Big Brother VIP Kosova 4 sonte, pa rezultatet zyrtare të televotimit në dorë, Lëndrimi duket të jetë emri më i përmendur dhe një prej favoritëve kryesor. Ndjekur nga Eliona dhe të tjerë finalistë që kanë mbledhur mbështetje të konsiderueshme nga publiku. Megjithatë, zgjidhja finale do të vendoset nga votat e shikuesve dhe shpallja e fituesit bëhet vetëm në skenë gjatë spektaklit të fundit të natës. Nëse dëshiron, mund ta ndjekim edhe pas shpalljes zyrtare dhe ta komentojmë rezultatin së bashku.